tashme. Përsëri Reali dhe Barça do t'jenë protagonistet kryesore, por pas diskutim mos harrojmë datën 11 maj. Dueli i kampionatit në Montjuic në Barcelonë. Kur të vendoset shumë dhe sa i përket titullit. Si një fitore Real Madrid mund ta rihapte përsëri gara, mund ta bënte më interesante për 3 javët e fundit dhe Barça ka një kalendar shumë të fortë. Spanjoli ka derbi, ka Bilbao. Ka kundërshtarë të cilët mund ta bënë në vështirësi Barçën. Kështu që jo çdo gjë në kampionat është e mbaruar edhe pse katalanësit kanë një avantazh. Ceremonia dhe njës trofeu do t'jetë në tribunën e stadionit La Cartua, aty do t'jetë preti për t'i dhënë trofeun. Skuadrës fituese do t'jetë me siguri Ter Stegen, ndoshta kapiteni i Barçës. Erdhe Mbappé medalje. Luka Modric me trofeun e vendit dytë. Tifozët e Barçës të ngacmojnë Vinicius tani. Rralla e Barcelonës për të ngjirur lart. Filloi ndeshjen kapiten De Jong dhe vazhdoi Araujo, trofeun e ngre lart Ter Stegen. Hansi Flick i pari me gjithë skuadra me radhë. Në të takimi midis Joan Laportës dhe Hansi Flick. Trofeu i Copa del Rey është një trofeu i cili nuk ka ndryshuar për shumë vite. Marrë emrin trofeu i Pajmbretit. Deri te Alfonsi të 13, kryesja e parë ka qenë Bilbao, mundur në finalen e 1903 Real Madridit. Trofeu është gjatë 75 cm dhe peshon 15 kg, është trofeu më i rëndë. Dikur kur Real Madrid e fitonte, pati një incident pasi i ra nga autobusi dhe trofeu prish. Gjatë festimeve që po bëri në Madrid me Sergio Ramos. Por të vit, presidenti i federatës vendosi që të ndryshoj rregullin, i cili i lejonte skuadrës fituese ta merrte trofeun vetëm nëse fitonin 3 kupa dhe një trofeu mund ta merrte në muzeun e vet. Që në ky vit, çdo skuadër që fiton e merr me vete trofeun në qytet dhe në muze. Araujo dhe Ter Stegen do t'jenë bashkë për trofeun. Largohet Araujo ndërkohë që duhet kthehet për të marrë trofeun. I thonë të kthehet për të marrë trofeun. Momenti më i rëndësishëm tani. Presin që lojtarët të shkojnë në fush dhe të vendosin atje. Një, 2, 3 dhe trofeu i Barcelonës lart në qendrën e Sevillës.
fituese e edicionit e 124 të Kupës së Mbretit Barcelona pasi ka mundur Realin e Madridit me rezultatin 3-2 një finale që zgjati më shumë se 120 minuta. Largohet tani Reali Madridit, qëndroi derisa Barça mori trofeun dhe tani i liron vendin skuadrës fituese, i liron fushën për të festuar ata, teksa gjithë lojtarët janë bërë gati në qendër. Barça tani ka akoma shanse për fituar 3 trofet. Shohim nëse do t'ja arrijë në përfundim të këtij edicioni. Presin gjithë lojtarët e tjerë. Shohim se si shkojnë Araujo dhe Ter Stegen në qendër fushës për të festuar bashkë me të tjerët trofeun e Kupës së Mbretit. Edicioni 2024-2025, Barça triumfon përsëri një tjetër klasike, treta, radhazi me Hansi Flick në stol dhe me këta 10 të rinj që po dhurojnë një futboll të jashtëzakonshëm këtë vit. Duke shtrënguar dhëmbët deri në fund dhe duke i kënaqur të gjithë, duke merituar gjithçka çfarë kanë arritur deri tani. Fituan Superkupën, fitojnë Kupën e Mbretit, presin tani ngren larg dhe trofeun e kampionatit, por do të shohim se çfarë do bëjnë në Europë në ndeshjet e mbetura. E me këto pamje të festës së Barçës, në një ndeshje që filloi dje dhe mbaron sot në një datë tjetër, bashkë do ndajemi këtu